Po, zyrtarisht për shkak të vonesës pagave, punëtorët teknik në spitalin Nisa Greza në Gjako, dje kanë qëndruar gjatë gjithë ditës në grevë dhe sot deri në orën 10, ku ne kemi marrë një garancion se pagat deri në orën 12 do të dalin, kështu edhe ka ndodhur. Dhe është shumë e vërtet që dje ka pas grevë dhe sot deri në orën 10, sot në orën 12 janë deklaruar punëtorët se pagat e tyre janë në llogaritë bankare dhe ne kemi thirrë që t'i kthejnë punës së përditshme. Dhe kjo ka ndodhur gjitha, drejtori e din shumë mirë, paralajmërim i kemi bërë që nga data pajas e këtij muajit, ai ka qenë i vetëdijshëm për te, është shumë normal që ne respektojmë ligjin mbi grevat dhe normal që sallat e operacionit dhe emergjencës gjithherë ato duhet të mirëmbahen, por të gjithë punëtorët pas kryes të tyre obligime kanë qenë në grevë dhe greva është shpallur sot e përfunduar në orën 10. Ngjashmëri situatash kemi pasur në spitalin në QKUK, mirë po tani edhe këto dje spitalin në QKUK-s nuk kemi pasur proteza as grevë, por pagat e tyre dje pas orës 12 janë dalë dhe gjithçka ka qenë në rregull, përndryshe disa shkolla, rreth 16 shkolla në Prishtinë kemi të njëjtin problem ku punëtorët ende nuk i kanë marrë pagat për muajin shkurt dhe shohim se si do të veprohet tutje. Normal, në moment kur punëtorët janë të gatshëm për organizimin e protestave dhe grevë, ne duhet të prim, por ata nëse janë të gatshëm që të presin dhe ne normal që duhet të presim. Po përndryshe, Komuna e Prishtinës ende nuk i ka përcjell mjetet tek kompanitë dhe kompanitë tek punëtorët teknik dhe të sigurimit fizik. Nuk kanë pasur vonesa, normal që ka pasur shqetësime dhe paraprakisht ne urrim gati, sidomos Gjakova janë shumë agel, nuk ndodh me u vanu më shumë se një ditë, por domethënë në të kaluarën nuk ka ndodhur.